humbur kush e di çka, por ne nuk jetojmë në rrethana normale. Ne nuk e kam fjalën për Kosovën, kam fjalën për zhvillime shumë të gjëra. Dhe zhagitjet që i ka bërë Komisioni Qendror Zgjedhor, mendoj se nuk justifikohen. Kanë qenë të pa shpjegueshme, të pa arsyeshme, pa mbulim. Në kohën e zhvillimeve teknologjike të zhagitjet ky proces 45 apo sa ishte 7 ditë, mendoj se ishte e tepërt. Tani unë nuk jam i sigurt nëse pas kësaj qëndron përpjekja dikujt, pa apostrofu askë, për ta zhagitur procesin. Sepse edhe unë kam përshtypje që ka elemente të përpjekjes së disa subjekteve, jo një, disa subjekteve për ta zhagitur procesin për formimin e institucioneve për faktin që si duket nuk kanë vota deputet të mjaftueshëm për formuar qeverinë. Po kjo është temë që më vonë do ta trajtojmë, por marrë në tërësi mendoj se procesi është zhagit shumë dhe mendoj që është presidentja, i mbetet presidentes që në periudhën e ardhshme të jetë më agile. Mos pret afatin 30 ditësh. Aja mund ta shtyjë 30 ditë dhe është brenda shuazave ligjore, por mendoj se për shkak të zhagitjes 47 ditëshe dhe rrethanave tjera, ajo SPAK-u nuk do të duhej ta zhagiste më shumë se... Pra po thuat që ka disa subjekte, jo vetëm vetvendosja, po është e interesuar të zvaritet sa më shumë. SPAK-u vetvendosja po e thotë, ka thënë edhe sot në KQZ që po natyrisht për parimet të tjera, thot, për parimin e mbrojtjes së votës, procesit të lirë, mos cënimit të procesit. Për parimin e mbrojtjes së votës, por mendoj që edhe ata kanë qartë që pas vendimit të PZAP-s dhe të Gjykatës Supreme, ajo ankesë është nuk ka gjasa të sjell asgjë. E shoh si hezitim të vetvendosjes për faktin që ende nuk kanë numrat për të formuar qeverinë, por numrat për formimin e qeverisë nuk i ka as opozita, kanë përshtypje. Asnjëra, as para tjetër nuk i kanë numrat, prandaj ne shohim zhagitje. Po çka përfitojmë nëse shtyme e zvarisim? Ata numra janë ata numra, nuk kanë për ndryshuar asnjëherë. Këto që janë. Tani unë kam të vështirë të shpekuloj, do të thotë çfarë synojnë, cili është qëllimi i fundit i njërës dhe palës tjetër, sepse hetoni. Nuk ka reagim as të opozitës kush e di çfarë. Do të thotë pse s'ka reagim, sepse as ata nuk i kanë numrat. Ne jemi në situatë pat pozit, do të thotë pat pozit nëse do të thotë përjashtohen 10 votat e listës serbe, do mendoj që askush nuk do t'i kyç në koalicione. Unë nuk sha mundësi. Ta zëm vetvendosja i të ka 48, nuk mund t'i marrë gjitha votat e pakicave jo serbe. Ata din këtë. Nuk janë të sigurta ato vota. Dhe edhe më pak të sigurta ato 3 vota të zotë Limaj, kështu që po t'i kishte. Unë besoj që ne nuk do t'i kishte. Për sigurinë e tyre votave të ta krysim nuk i ka as opozita, e cila do të thotë nuk i ka në asnjë kombinim, unë nuk shoh që ata kanë... S'po tregojnë vullnet, nuk tregojnë vullnet sepse thjesht nuk i kanë. Ta zëm, Lidhja Demokratike tashmë e ka bërë qartë, që nuk dëshiron, nëse lexohet atë që thonë në rreshta, po dhe hapur, ata si duket nuk duan, as me vetvendosjen dhe as me opozitën, dhe kjo opozitën e përjashton nga loja. Fakti që LDK-ja nuk është e disponuar për të hyrë në qeveri, cilën do të qoftë, opozita mbetet pa mundësinë për ta bërë qeverinë, ndërka që vetvendosja nuk i ka numrat të mjaftueshëm, dhe prandaj unë mendoj se ne do të shohim zhagitjet më tejme, ankesa, zhagitje, obstruksione, edhe ka mundësi. Kushtetuta ajo në disa çështje është e padefinuar. Vetëm te rasti i kryetarit të kuvendit. Nuk ka afat. Momentin që presidentja do të thotë cakton datën e konstituimit të parlamentit, nuk ka afat të përcaktuar se sa kohë ka partia e parë për të dhënë, për të ofruar kandidatin për kryetar parti. Mund ta zhagisin deri në pafundësi, derisa të sigurojnë votat për qeveri, ose derisa ta llogarisin që heqin dorë prej tij. Agim? Unë konsideroj që ka pas tendencë nga klasa politike fillimisht të manipulohet procesi zgjedhor, dhe kjo tendencë ka shkaktuar edhe avarinë e KQZ-s, saktësisht defaktorizimin edhe deprofesionalizimin e KQZ-s, e cilat paktën 10 vitëshin e fundit e pa të fituar një autoritet, një institucionit vërtet pavarur,
efikas dhe profesionist. Problemi fillon qysh me ndrimin e strukturës softverve. Ju e dini, është konfirmuar dhe nga ambasada gjermane, shteti gjerman ka ofruar një strukturë softverë shumë sofistikuar, pa para, i cili është refuzu që të funksionalizohet. Madje edhe i softveri, i struktura softverës vjetër që kanë qenë relativisht në rregull dhe që të paktën 3 zgjedhjet e fundit kanë funksionuar tepër mirë, as ato dikush i ka pa e si të vjetrum dhe të panevojshëm, dhe është logjik të nderi, është logjik e qëllimshme e instalimit një strukturës softverëve tjerë të pa verifikuar që janë instaluar të rridhet të cilët kanë ngecë automatikisht, janë manipuluar 2 orë të para. Justifikimi ka qenë se me ligjin për zgjedhjet është decentralizuar procesi i numërimit dhe procesimi i votave në sistem nga një strukturë tashmë e decentralizuar e ka ngatruar situash, e ka prolonguar pak atë plasimin me njëherë online. Pra, këtë ka qenë justifikimi i atyre që kanë menaxhu me procesin. Justifikimet e tilla janë pralla për fëmijë. Unë po them pse janë ndrruar struktura softverëve, pse s'janë bajt vjetrit, ose pse nuk janë instalu softverë e sofistikuar, modern, që ka prua ambasada gjermane, shteti gjerman. Këtë nuk mund të them si informacion. Unë po them pse, po e përashtroj si pyetjes, po të kërkoj përgjigje nga ju. Me fjalë tjera, vetë fakti që softveri mas 2 orëve ka ra, do më thonë imponua një rezultat, pas taj ka ra sistemi dhe kanë filluar blokada, zvarritjet, masanej zvarritjet gjithfarësh. Deri sot, e kësaj dite, kjo të regon që procesi... Dhe këtë nuk e sheh thjesht si një komplikim të procesit të teknologjisë, por gjithsesi du të ketë ndërhyrje të... Po jo më asnjëherë se 1 milion vota kanë mujtë për 48 orë të numërohen fizikisht, pa asnjë lloj kompjuteri me laps, të i shkruane për bloqe. Si jemi na kinë. Kështu që veç në këtë aspekt mos u përpiqni me justifikue diçka që nuk justifikohet. Ka qenë absolutisht, unë konsideroj që sekondën që ka rapi i sistemi softveri, ty është dasht krijohet një grup e tu, së prokurorit rri aty 24 orë derisa ta zbardhon situatën. Sistemi është komplet procesi është i